Në të njëjtën javë kur Shqipëria u trondit nga një seri vrasjesh dhe atentatesh me tritol, kryeministri Edi Rama u shfaq në Dubajin e luksit, duke promovuar projekte turistike dhe zona ekonomike në modelin e Emirateve, një tablo që e përshkruan më saktë se çdo raport ndërkombëtar gjendjen e sotme të shtetit shqiptar. Krimi vret në rrugë, qeveria shfaqet në podiume propagandistike. Në 48 orët e fundit, 3 qytetarë humbën jetën në Durrës, Tiranë dhe Berat, ndërsa mbi 250 urdhër arreste mbeten të pa ekzekutuara. Kjo është panorama që vjen nga terreni, në një vend që zyrtarisht është në fazë të luftës kundër krimit të organizuar. Në krye të këtij operacioni formal qëndron një strukturë e rendit e degraduar, e udhëhequr nga drejtori i policisë Ilir Proda, një emër që përmendet shpesh në dokumente hetimore dhe që përballet me akuza për lidhje me persona nën hetim. Vetë burime brenda policisë e përshkruajnë Prodën si një drejtues të lidhur me interesa jashtë uniformës, një figurë që nuk ka më autoritet as në terren, as në strukturat vartëse. Në çdo rast kur zbulohet një dështim operativ apo një atentat i paralajmëruar, shfaqet një model, urdhra të vonuar, aksione pa koordinim dhe një zinxhir përgjegjësish që nuk ndëshkon askënd. Nga ana tjetër, ministrja e Brendshme Albana Koçiu, e cila u promovua si shembull i drejtësisë sociale dhe reformës së rendit, ka zgjedhur të heshtë, në vend që të mbajë përgjegjësi për krizën e sigurisë. Ajo është shfaqur në komunikime rutinë me Europolin për bashkëpunime teknike dhe në fjalime mbi forcimin e kapaciteteve digjitale të policisë, por ndërkohë që ministrja flet për smart policing, qytetarët shohin një polici që nuk arrit të ndalojë as atentatet, as trafikimin, as bandat që luftojnë hapur për territore. Kjo është ironia e një pushteti që përpiqet të duket modern, ndërsa rrënohet nga brenda.